Tirana do të presë këtë të hënë drejtuesit më të lartë të 13 shteteve për të diskutuar në takimin e ministerialit të procesit të bashkëpunimit në Evropën Juglindore. Pritja e delegacioneve do të bëhet nga presidenti Bajram Begaj, duke nisur që nga ora 14:30 e duke vjuar me fjalën përshëndetëse seancën plenare të kryetarëve të delegacioneve, miratimi i deklaratës së samitit e deri te deklarata e përbashkët për shtyp me homologën e Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska Davkova dhe të Bullgarisë Umen Radev. Përmes një video të publikuar në llogarit e tyre në rrjetin social, kryeministri Edi Rama dhe ministri Igliasani kanë vërtetuar se Ministria e Jashtme do të organizojë ditën e hënë ministerialin e procesit të bashkëpunimit në Evropën Juglindore. Shqipëria sërish në qendër të diplomacisë ndërkombëtare. Vendi ynë është i angazhuar plotësisht për të nxitur përparimin e vendeve të rajonit drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Procesi i bashkëpunimit në Evropën Juglindore përfshin 13 vende pjesëmarrëse dhe synon dialogun dhe bashkëpunimin i cili përmbyll një vit të suksesshëm të presidencës shqiptare nën moton Formosojmë të ardhmen tonë evropiane. Tirana mori kryesimin për periudhën korrik 2024-qershor 2025, pas kryesimit të mbajtur më parë nga Shkupi, ndërsa do t'i pasohet në vijim Sofjes. Procesi i bashkëpunimit të Evropës Juglindore u iniciua në vitin 1996 gjatë takimit të ministrave të punëve të jashtme të vendeve pjesëmarrëse në Sofje, ndërsa samiti i parë u zhvillua në Kret në vitin 1997.